musafir nga komunat arbreshe të Italis, të nderuar të gjithë ju që me prezencën tuaj në këtë manifestim tregoni respektin dhe konsideratën e lartë ndaj heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Është bërë një tradit tani më mbështetur në traditën popullore që emrat e personave të mbajnë edhe emrat e shenjtorëve, andaj në këtë kontekst tradicionalisht tani më që sa vite festa e Shën Gjergjit lidhet edhe me ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Padyshim që Gjergji i Madh para se gjithash është një figurë historike dhe në manifestimet e tilla nuk ka se si të mungon edhe në një farë mënyrë interpretimi historik i kësaj figure. Unë dëshiroj që në emrin të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës të shpreh mbështetjen për ta përfaqësuar dhe për ta elaboruar në kuptimin historik në një ligjërat të shkurtër një temë interesante që i referohet figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Natyrisht, figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut përfaqëson simbolin e unitetit shqiptar, përfaqëson letërnjoftimin më të mirë të mundshëm të shqiptarëve në raport me kulturën evropiane dhe pikërisht kjo figurë unifikuese, ky element dimensional i jashtëzakonshëm i Gjergj Kastriotit Skënderbeut shpeshherë për fat të keq duke ditur rolin dhe rëndësinë e tij në historinë e shqiptarëve nga qarqet të fqinjve lakmiqar në forma të ndryshme është interpretuar ose keq interpretuar lidhja e Skënderbeut me Kosovën. Andaj, në këtë ligjërat të shkurtër, dëshiroj të fokusohem vetëm në një segment të veçantë duke aluduar në burimet dhe mbështetjen historike. Jo shumë kohë pas ardhjes dhe vendosjes së përmendores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, në disa qarë që u shkrua se Skënderbeu është heroi i Shqipërisë dhe ai ka ardhur në Kosovë për qëllime nacionaliste. Një gabim i pafalshëm dhe një interpretim politik që i bëhet figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Konkretisht, prezencën e Skënderbeut edhe në Kosovë, jo vetëm në Shqipëri, e dëshmojnë burimet historike në radhë të parë në rastin e betejës së dytë të Kosovës të vitit 1448, kur Gjergj Kastrioti Skënderbeut kishte krijuar një aleancë anti-osmane me Janusz Hunyadin, mbretin e Hungarisë. Ai ishte marrë vesh paraprakisht që në vendin ku ishte zhvelluar betejë e parë e Kosovës ta krijonte një mur mbrojtës nga veriu hungarezët dhe nga jugu shqiptarët me Skënderbeun për t'i bërë balë invazionit osman. Mirë po, pikrisht informacionet që rodhen nga Gjergj Brankovici, respektivisht nga përfaqësuesi i tij Pascal de Sorgo, bën që Sultan Murati dhe Mehmeti II të organizohen dhe të bëjnë që lufta të fillon të pa e pritur ardhen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Mirë po, burimet thonë se ai në këtë rast kishte mbri rreth 20 mile në jug të fushës së Kosovës, që i bjen se ai kishte ardhur në Kosovë dhe i kishte has forcat hungareze të thyera nga osmanet. Në këtë rast kishte dështuar ajo aleancë e cila do të ishte shumë e suksesshme në kuptimin sikur të bëheshin bashkë për arsye se do ta kishin kriju një vijë mbrojtëse ndaj depërtimit osman. Andaj, prezencën e Skënderbeut në Kosovë, jo vetëm fizikisht, por edhe me mbështetje historike dhe lidhjen e tij me Kosovën në shërbim të mbrojtjes së Evropës dhe trevave shqiptare, e dëshmojnë kronistët e kohës, njëri ndër ta është Leonik Halko Kondili, i cili pikrisht na jep këto informacione për prezencën e tij. Mandena, prezencën e Skënderbeut e dëshmojnë edhe shkrimet tjera, Francis Pall edhe autorë të tjerë, të cilët flasin për nevojën dhe luftën e përbashkët. Në fakt, Skënderbeu nuk e lidhi luftën vetëm në Shqipëri. Është fakt që e zhvilloi aty për arsye se Shqipëria konsideroi si trambolin e depërtimit osman drejt Evropës perëndimore. Mirë po, ai në momentin ku kërkohej
mbrojtja e Europës ishte çdo herë prezent. Dhe në këtë kontekst, pra, dëshiroj ta shpërfaqi në mbështetjet e burimeve historike se Skënderbeu nuk ishte prezent dhe nuk është prezent vetëm në bronz, në formën e përmendores, por ishte edhe prezent fizikisht, madje edhe në vjeshtën e vitit 1443, kur e la frontin e Nishit dhe u kthye në Diber, rruga ati në luginën e Moraves e fërkoi me territoret shqiptare. Kështu që mund të themi se ai ishte një unifikus, ishte në shërbim të luftës e cila kishte për qëllim mbrojtjen e Europës, por edhe të shqiptarve nga depërtimi osman. Ai jo vetëm që veproi për së gjalli, por veprimtaria e tij dhe segmentet që ai i lambas, trashëgimin që e lambas, vazhdoi të jetë një ushqim shpirtëror, ashtu siç është edhe sot. Na mbledh, na unifikon, na bën krenar që e patëm në histori. Shumë popuj do të kishin dashur ta kenë në historinë e tyre një përfaqësues çfarë është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Të nderuar të pranishëm, në këtë 621 vjetor të lindjes së Skënderbeut, e shënojmë për faktin se personalitetet e mëdha vazhdojnë të reflektojnë dhe të ndikojnë ngjajshëm edhe në realitetet e sotme, edhe pas vdekjes. Skënderbeu, ashtu siç sot që po ja tregojmë dhe po ja mbajnë këtë takim në shej respekti, ishte i dashur nga populli sa ishte i gjallë, por Skënderbeu mbeti i dashur edhe pas vdekjes. Shiqojeni çka thojnë burimet historike për këto që ne po i përfolim sot. Natyrisht, historia kërkon mbështetje burimore, andaj po ju japi vetëm shkurtimisht edhe 2 shënime. Kronisti venedikas Antonio Sabelico, 19 vjet pas vdekjes së heroit, pra me 1487, shkruan se populli shqiptar i këndon trimëritë e tij çuditshëm me vjersha solemne dhe me këngë dhe me kanë treguar burra të denjë për t'u besuar se në zgjarin e luftës, kur çdo gjë dridhej përpara armëve të barbarit, një numër i madh vajzash mblidheshin çdo 8 ditë në udhkryqet e atyre vendeve ku Skënderbeu kishte sunduar dhe këndonin lavdin e princit të vdekur. Sado që vdekja e tij ishte një goditje të tmerrshme për shqiptarët dhe ata nuk munden përfundimisht t'i shpëtonin pushtimit nga osmanët, kjo luftë pati rëndësi jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, e ngritur mbi parimet me morale dhe me humane njerëzore, mbi të drejtën për ta mbrojtur lirinë e vet. Parim ky i cili i forcoi solidaritetin ndër shqiptar të krahinave të ndryshme dhe e forcoi ndjenjen e kombësisë dhe e rujti fuqishëm edhe përkundër procesit masiv të konvertimit të mëavonshëm të shqiptarëve. Fal luftës së Skënderbeu, shqiptarët ruajtën ndjenjen e krenarisë kundër pushtuesve dhe nuk u asimiluan edhe pse kaluan një kohë të gjatë në robëri. Duke e penguar për gati një shekull vërshimin osman drejt Italisë dhe Evropës perëndimore, shqiptarët nuk lejuan që Arbëria të përdoret si trampolin osmane drejt perëndimit, duke i kryer shërbimin më të madh Evropës që ndokush i kishte bërë deri më atëherë. Por që për fat të keq, me vonë u harruan dhe për te u paguan një çmim i shtrejtë. Shqiptarët që me dignitet e mbrojtën vendin e tyre dhe Evropën, më në fund u detyruan me shumicë të migrojnë dhe të gjejnë strehim jashtë vendit. Për gjendjen e tyre të vështirë, vetëm ta përmendim edhe një dokument të cilin Papa Pali II në gjysmën e dytë të shekullit 15 i shkruante Filipit, dukes së Burgonjës, lidhur me vuajtjen e shqiptarëve pas vdekjes së Skënderbeut. Dokumenti thotë: nuk mund t'i shoh njeriu pa derdhur lot këta refugjat në për limanet e Italisë, të uritur e të zhveshur, të shpërngulur nga vatrat e tyre që rrin anës së detit, i ngren duart në qiell e çajin e vajtojnë në një gjuhë që s'u marrin vesh dot, pra në gjuhën shqipe. Të nderuar të pranishëm, të themi më në fund se përkundër faktit që shqiptarët dhe Skënderbeut e shpëtuan përfundimisht vendin nga pushtimi dhe lufta e Skënderbeut shërbeu si ushqim shpirtëror për të gjithë shqiptarët, edhe ata që migruan, por edhe për ata që mbeten,
dhe e ruajtën ndjenjën e identitetit shqiptar dhe për këtë shërbim ne jemi përjetësisht mirënjohës dhe i përulemi veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ju faleminderit.